Sylvester Stallone nxjerr pamjet nga palestra, është në moshën 79 vjeç dhe nuk heq dorë nga ushtrimet fizike. Sylvester Stallone u mbur me një video nga palestra dhe ky 79 vjeçar në prag të dekadës së 9 ende nuk heq dorë nga ushtrimet fizike, megjithse pranon se po I bëhet gjithmonë më e vështirë. Stallone postoi nga palestra duke treguar krahët e tij muskuloz dhe me tatuazhe dhe duke vënë në dukje se kishte kaluar ca kohë që kur kishte filmuar një mjedis të tillë. Ai gjithashtu theksoi se sa e vështirë është për të qëndrojë në formë ndërsa plaket çdo vit bëhet gjithmonë më vështirë. Por kjo është arsyeja pse duhet përpiqesh gjithmonë më shumë. Gjak, djerës dhe lot, shkroi aktori krahas videos. Gjithashtu duke folur në video, ai e krahasoi palestrën e tij në shtëpi me një vend të shenjtë ku stërvitet për t'u bërë më I mirë. Ndihesh më mirë fizikisht, kështu që ke forcën për të arritur qëllimet e tua, duke u ndier I sigurt dhe I gatshëm për t'u përballur me çdo sfidë shtoi ai. Stallone ka folur shpesh për stërvitjen dhe ruajtjen e figurës së tij gjatë viteve, por qasja nuk ka qenë kurrë sipërfaqësisht e lidhur me pamjen.